John Banville, që shumë nga lexuesit tanë mund ta njohin me pseudonimin e tij Benjamin Black, edhe pse nuk ka nevojë për shumë prezantim, konsiderohet sot një ndër shkrimtarët më të suksesshëm bashkëkohor. Ai është irlandez, fitues i çmimit Man Booker Prize. Kam kënaqësinë që në një grush librash të kem përkthyesin e romanit më të ri në shqip të John Banville, Kitara Blu. Ilir Baçi, mirë se vjen në program me këtë roman kaq të bukur, kaq të thellë, por edhe kaq delikat në mënyrën se si është shkruar, me një stilistik të jashtëzakonshme. Një roman që titulli i të cilit është frymëzuar nga një poezi e Wallace Stevensit. Po, është e vërtet. Dhe ai vetë pastaj është frymëzuar nga një pikturë e Picassos. Nga periudha blu e Picassos, përkatësisht një pikturë që është një njeri, se si e thotë, një burr blu, në sfondin blu, diçka e tillë. Po. Në fakt, është një libër i letërsisë së lartë, i letërsisë së pastër. Domethënë është një libër i shkruar për hir të letërsisë. Në kuptimin që autori John Banville ju i përmendet pseudonimin, me ato pseudonime e ka përdorur, se nuk e përdor më në librat e rinj, e ka përdorur për librat policesk, librat e verdh, por shkruan dhe këta libra që janë letërsi e pastër. Janë libra në të cilët John Banville i tregon lexuesit se çfarë është në gjendje të bëjë me fjalën dhe me letërsinë. Dhe ky libër, ky roman Kitara Blu është një shembull shumë i mirë. Në këtë roman kemi një histori krejt të pazakontë, një histori retrospektive e një piktori të dështuar, Oliver Ormit. Çfarë e ka shtyr këtë shkrimtar të zhbyrojë të gjithë botën e brendshme të një njeriu tek të 50-tat që befas fillon të kthej kokën pas dhe të analizojë jetën e tij. Është një personazhi kryesor i këtij libri, Oliver Ormi, i cili edhe me mua ka rezonuar, më ka pëlqyer shumë si personazh, por ka dhe disa mini tipare, të themi, të vetë autorit, në kuptimin që John Banville, si pasion të vetin kur ka qenë i ri, fëmijë dhe adoleshent, ka qenë piktura. E ka provuar, nuk kishte dorë, le të themi. Sepse duhet të bëhej shkrimtar. Sepse duhet të bëhej shkrimtar. Dhe më mirë që u bë shkrimtar se i shijojnë këta libra kaq të bukur. Por ai shikon te ky libër se është shumë i thellë, edhe kemi hyrë tash në ca ujëra shumë të thella dhe të rrezora të letërsisë, por zhbiron në këtë libër frikën që ka një person, një profesionist shumë i mirë, në fushat e artit flasim, pra një artist shumë i madh, frika që ka ai nga mosarritja e objektivit që e ka vënë vetes. Dhe prap dua ta lidh po me autorin, me John Banville, i cili në çdo libër përpiqet, sipas fjalëve të tij vetë, përpiqet të arrijë një standard më të lartë nga çka arritur në librin e fundit, të themi, sa i takon aspektit letrar. Dhe unë mendoj që është gjithmonë e frika e brendshme, a kam arritur të jem perfekt në atë që kam bërë apo jo? Në këtë mani perfekcioni, autori shkruan, hap romanin me këtë pasazh, quam autolik, jo, më mirë jo. Pa çka se janë vërtetësia i palaçoja as pak zbavitës, përvetësuesi çikërimave të pavlerësuara. Një mënyrë elegante për të thënë se vjedh, nuk mahet mend që shkur. Nuk gaboj nëse mburrem që këtë talent të veçantë për të vjedhur e kam që i vogël. Është e fsheta e turpshme, një prej të fshetave të mia të turpshme, për të cilën gjithsesi nuk më vjen turp. Nuk vjedh për të fituar. Sendet, artefaktet që përlaj janë më së shumti me vlerë të paktë. Shpesh të zotët as e vënë re mungesën e tyre. Kjo më acaron, ma heq trurin. Nuk dua të them se dëshiroj të më zënë, por dua gjithsesi që të merret vesh. Çfarë do të thotë të vjedhësh, jo sepse ke mani, por thjesht sepse dëshiron të mbledhësh disa gjëra që ndoshta për të tjerët nuk kanë asnjë kuptim. Po, disa çikërimat të cilat të tjerët nuk i vënë re, por të cilave vjedhësi në këtë rast dëshiron të jap një jetë të dytë dhe dëshiron që përmes vjedhjes, pra përmes mungesës, ish pronarët e tyre t'i vënë re, domethënë t'u mungojnë atyre. Unë e lidh edhe me veprën e artistit. Artisti merr vogëlsi nga jeta e gjithkujt të tjerëve, qoftë edhe nga jeta e vet, nga familjarët, nga
motrat vëllezërit, por dhe nga bota mbar, dhe i lidh këto në një vepër, si të thuash, duke dhënë një jetë tjetër, që të duken ndryshe. Pra dhe ajo është një vjedhje e vogël. Dhe ajo është një vjedhje e vogël. Dhe unë desha të shtoj diçka. Në një bisedë që bëri para pak javësh, 2-3 javësh, Ian McEwan me Julian Barnes, me rastin e botimit të librit të fundit të Julian Barnes në të dyja kuptimet e fjalës, pra i fundit për nga radha, por dhe i fundit për të mbyllur jetën e tij artistike, sepse ky është i 2017-s, avërsisht 2016. Julian Barnes, po flasim për të dy autorët e tjerë. Ian McEwan i tha, shprehu një mendim të tij që rreshtat e parë të një romani o e bëjnë një roman ose e shkatrojnë atë. Dhe tek John Banville tani, rreshtat e parë të romanit janë një kryevepër letrare, sepse i japin çelësin lexuesit me dy fjalët e para quajmë autolik, për të kuptuar, për të zbërthyer të gjithë veprën dhe shtrojnë, si të thuash, tematikën e këtij romani, siç e shpreha unë, për shkak që nuk bëhet fjalë për vjedhje të rëndomt, për kleptomani, bëhet fjalë për vjedhjen, në thonjza, që artisti u bën pjesëve të jetëve të tjerëve. Tani, ky autor, Banville, e përdor këtë personazhin e vet në mënyrë shumë të fragmentarizuar, shumë subjektive, për të shtruar disa pyetje, dy prej të cilave janë çfarë është tërfim dhe çfarë është trillim i vetes. Të dyja përkojnë duke qenë të kundërta të njëra tjetrës. Do me thënë, ndonjëherë njeriu jep një version, në thonjza të vërtet të vetes, dhe ai mund të jetë trillim faktikisht. Dhe kur jep trillim, ose mendon që jep trillim, faktikisht jep nga vetvetja. Dhe këtu duhet të kthejmë prap tek forma e këtij romani. Ky roman është, nuk e di, atë kujtohet beti te këndi i lorave që është prishur tani. Ai rrugës së Elbasanit ka pas qenë një pjesë me labirinti me pasqyra. Dhe ti përplaseshe, nuk e kuptoj se ku ishte rruga, faktikisht ky roman i ngjan atij labirinti me pasqyra. Asgjë nuk është siç duket. Oliveri nuk vjedh vetëm këto çikërrimat, tubetin e bojrave, por në një pikë të caktuar të jetës së tij vjedh, glabëron edhe një grua. Një grua që për disa kohë ndrohet në dashurinë e tij, në pasionin e tij. Dhe jo thjesht një grua çfarëdo, po gruan e një shoku. E një miku. Po, e vërtet. Po, faktikisht, unë mendoj që edhe ajo histori është po në funksion të, është një mjet letrar, të ndërtimit të këtij personazhi. Të këtij personazhi, për të sqaruar apo për të zhbiruar ato pasiguritë, ato pyetjet morale që i ngre vetes, se ne folëm për pyetjet artistike, më thënë, a kam qenë një artist i mirë, dhe aty në roman ai e prezanton veten sikur është një dështak, sikur s'di fare ç'është piktura, sikur e ka kapur ai ngërçi i artistit të ri, faktikisht është një artist i vjetër, sikur është shëmtaraq, se ashtu e paraqet veten si një rondokop, kështu me trup trumbullakët, me ca krah të shkurtër topolak, me ca këmbë të shkurtra si pa qaf, mirë po kur e lexon romanin më tej, ti vret mendjen, a ka mundësi të jetë vërtet kështu? Sa ai si shkarazi përmend, pse pikturat e mia janë të ekspozuara nga Afrika e Jugut deri në Norvegji, nga Kievi i Ukrainës e deri në një dy qytete të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra nuk është aq i dështuar si piktor. Nuk është aq i dështuar. Dhe nuk është mund të jetë aq i shëmtuar përderisa ka një grua kaq të bukur. Po, kur i vdiq vajza e vogël, ndodhej me një vajzë të re që i kishte një dashnore të asaj kohe. Ashtu sikurse në këto ngjarje në cilat po zhvillohet romani tani, ai sapo është ndarë, të themi, biçës akoma nuk është ndarë, po është andaj nga fundi i historisë me këtë gruan tjetër dhe ka pasur dhe të tjera të dashura në jetë. Ilir, ti ke përkthyer shumë autorë në shqip, ndër më të suksesshëm, ti përmendë pak më parë Julian Barnesin, Rushdiun. Ke përkthyer Salman Rushdiun, romani i parë Magjistricat e Firencës, që ke sjellë në Shqipëri ti. Çfarë ka ndryshe ky sqimatar i gjuhës, le ta quajmë kështu? Fiks siç e the, sqimatar i gjuhës është i ndërtuar në mënyrë të tillë që ti nuk ke vend ku të lëvizësh kur e përkthen.
o do ta sjellësh ashtu siç e ka bërë ai, ose përndryshe do dështosh më keq se piktori i atij libri. Dua të shtoj që në mënyrë të largët, se i ndan dhe një shekull, ky ecën në gjurmët e Joyce-it, e një tjetri korifeu të letërsisë irlandeze, se duhet shtuar që Banville është nga Irlanda. Sigurisht i përket letërsisë angleze, po i përket letërsisë angleze sa i takon gjuhës. Por faktikisht është tradita irlandeze që ndihet tek ai. Dhe ashtu sigurisht edhe Joyce që luante me gjuhën, bënte letërsi për hir të letërsisë, edhe ky duket sikur ka dashur të ndjek atë rrugë. Dhe për mendimin tim e ka arritur dhe biles është dhe më i arrir, nëse mund ta them kështu, të paktën për shihet e mia, sepse ka bërë një libër që është i lexueshëm dhe i kuptueshëm për lexuesin, në dallim nga Joyce që është shumë i vështirë. Megjithatë, duke qenë i tillë për asqimatar i gjuhës, ai nuk ndërton një roman për hir të historisë, por më shumë një roman për ata dashnorët e gjuhës, ata që duan të shohin se si lëvrohet me mjeshtëri fjala. Dhe kjo pastaj e bën edhe më të vështirë punën e përkthyesit. Në fakt, si edhe në disa romane të tjera, edhe në këtë roman më ka ndihmuar një mikesha ime që është përkthyese shumë e mirë. Unë her pas here i besoj asajt, mbasi e mbaroj vetë përkthimin, pra mbasi e finalizoj, ja jap edhe asajt, quhet Rudina Nervaj, që t'ja themi emrin, për një mendim tjetër, për një korrigjim, për të parë se ku është. Dhe ajo tha që më shprehu që është roman shumë i vështirë, dhe vërtet që mund të jetë i vështirë. Puna është që unë e bëra shumë shpejt kur e përktheva, por e justifikoj vetëm me faktin që më ka folur. Kam gjetur veten aty. Ilir, unë do të lexoj sërish një paragraf të romanit për të kuptuar lartësinë edhe stilistikën e këtij shkrimtari. Dikur kam pikturuar, sepse gjithë rrëfimi është në vetën e parë, pra është vetë protagonisti që rrëfen. Dikur kam pikturuar, tjetër pasion, ky tjetër sëmundje imja, kam pasqyrë mjeshtër i ngjyrave. Haha, fillimisht fjalën ngjyrë e shkrova gabim, zgjyrë. Më rrëshqiti pena, gabimi mendjes, ama pikës i rash. Dikur kam qenë mjeshtër i ngjyrave, tani jam mjeshtër i zgjyrave. Ha, bëj mirë të ndaloj sa jam në kohë, megjithse tashmë është tepër vonë. Për çfarë është tepër vonë në jetën e këtij personazhi, në përgjithësi në jetën e një artisti që e ka lënë mënjan penelin, e ka lënë mënjan tablon. Është tepër vonë për të kthyer pas në atë që ka bërë, por edhe më sakt në këtë tregim që ka filluar që të thotë, sepse ai duket sikur flet me lexuesin, edhe unë enka se kam ndërtuar në veten e parë, po ta vëshëre, në shumë raste i drejtohet lexuesit ti, po në një moment ai e tradhton veten, të themi në thonjza, sepse thot po të drejtohem ty o rrëfyes i paqen. Rrëfyes i paqen në këtë rast është rrëfyes është prifti, tek i cili rrëfehesh. Do thënë është një fjalë e vjetër sepse dua të theksoj edhe ai në anglisht përdor fjalë shumë të veçanta për të krijuar një efekt tek lexuesi dhe kjo më ka detyruar mua që të përdor fjalë po kështu të veçanta për të krijuar po të njëjtin efekt tek lexuesi në shqip. Dhe në momentin që thot o rrëfyes i paqen, ai nuk e shkruan më lexuesit. Ai ka filluar të rrëmoj brenda vetes vet. Dhe për shumë vet, mbase nuk këshillohet rrëmimi brenda vetes sepse nxjerr shumë pa kënaqësi me veten. Por në këtë rast nuk nxjerr as pak pendes. Po dhe jo. E lët hapur, se e lët hapur që edhe ta gjykoj vetë lexuesi. Por duhet të thënë edhe një gjë, më ka pëlqyer shumë, thasha, është i gjithi i kopsitur. Do të thënë, më ka pëlqyer shumë si roman. Një nga elementet që ai përdor aty, si paralel me formën e romanit vet, është piktura që kishte filluar, pra piktura e fundit që kishte filluar të bënte Oliveri, por të cilën nuk e ka mbaruar. Ka bërë disa versione dhe asnjëherë nuk e ka mbaruar atë pikturë, me idenë se po bënte mezi kuptohet, po një kitar, pra një person me një kitar. Dhe vetë romani, në fund fare, duket sikur nuk mbaron. Dhe kjo është një pasqyrim në formë i përmbajtjes
Ilir, kur folëm për gjuhën e lëmuar dhe stilin e jashtëzakonshëm të autorit, aq sa gjuha dhe mënyra e ndërtimit të fjalive të romanit të jetë më rëndësishme se vetë historia, kisha parasysh edhe një shprehje që lexova dhe të cilën vetë autori e ka rrëfyer nga jeta me bashkëshorten e tij të parë, e cila Janet Duan, e cila kujtonte se Banville kur shkruante dukej si një vrasës që po kthej nga një vrasje veçanërisht e përgjakshme. Ndërkohë për ty procesi i përkthimit nuk ka qenë kaq i përgjakshëm. E kam shijuar, nuk e di. Kërkon ky tekst lexues të durueshëm? Nuk do të thosha. Tani, flas nga përvoja ime. Ka raste, ka momente, çdo libër do momentin e vet. Mua vetë më ka qelluar që kam nisur një libër në një moment caktuar, nuk më ka tërhequr, e kam lënë më një anë, e kam rinisur mbas 3 vjetësh të themi dhe më ka thithur të gjithin. Kështu që nuk di të them a do një lexues apo jo, të caktuar, do një moment të caktuar. Ilir, sot kur edhe përkthimi i është nështruar inteligjencës artificiale, roli i përkthyesve të fëmijë merr një rëndësi të dorës së parë, sepse aty kuptojmë ose aty shijojmë me të vërtet genialitetin e një shkrimtari, siç është në rastin konkret Banville. Roli i një përkthyesi, do kisha thënë unë, jo thjesht të mirë, po roli i përkthyesit është gjithmonë i rëndësishëm. Jo vetëm të romanet, po jo më larg se sot më bisedoja me dikë, roli i përkthyesit është i rëndësishëm edhe tek tekstet më pak artistike, siç janë raportet, ligjet, më the thash kontratat për shembull, nuk bëhen dot me inteligjencë artificiale sepse të fusin ca gabime nëpër të që të çojnë pastaj në qorë sokak, por sidomos në një libër nuk mund të zëvendësoj dot kurrë me kompjuter. Merr një version të saktë se ka ecur, do thënë, kompjuteri ka avancuar aq shumë saqë edhe në shqip të jep një fjali e cila ka rasat e sakta, gjininë e saktë, nuk është më siç ka qenë që të jepte edhe gabim edhe rasat. Por kur dikush lexon në këtë rast këtë libër, Kitara Blu në shqip, nuk lexon vetëm Banvillin, lexon dhe Ilirin. Ashtu sikurse kur dikush lexon Akapadorën do përmend në shqip, nuk lexon më Murxhan, por lexon dhe Betin. Janë të dy, është një simbioz, janë dy artistë të lidhur bashkë, edhe të panjohur me njëri tjetrin dhe në distancë, qoftë gjeografike, qoftë kohore, por që japin një produkt të veçantë në çdo gjuhë. Dhe i njëjti autor mund të përkthehet në shqip nga 2 persona të ndryshëm dhe mund të jenë 2 tekste shumë të bukura. Po edhe të ketë ngjyrime krejt të tjera. Është një projektim i ri. Dhe tek e fundit lexuesi nuk do thjesht të di përmbajtjen e librit, do të kalojë një kohë cilësore me një tekst cilësor. Dhe unë po e mbyll përsëri me një fragment të bukur të romanit. Besom, sa i takon herës së parë, të vjedhurit dhe të bërit dashuri janë shumë të ngjashme. Një gëzim i fshet, por edhe i frikshëm. Një mahnitje që ka diçka hynore në vetvete, por problemi i fajit është ky. Nuk mund t'i fshihesh vështrimit të tij, të ndjek në përdhom, në përbot me një buzëqeshje skeptike që të tregon se i di të gjitha. Ilir Baçit, falenderoj që ishe në një grusht librash me Kitarën Blu të John Banville. Ke roman tjetër në përduar? Po, kam. Që është? Po, këtë shpit botuese mbas se s'kan qef që të thonë sekretet e tyre, po është, le të themi, është një fitues çmimi nga një konkurs shumë prestigjioz i vitit që shkoi. Një tjetër autor i mirë. Dhe si gjithmonë, o me nobelist, o me fitues të Booker Prize-it. Të falenderoj që ishe në program. Falenderoj shumë.